Greta Sela dhe mesazhi im për ju është që duhet ta ruajmë sa më shumë natyrën sepse nga ajo mund të përfitojmë çdo gjë për të cilën kemi nevojë. Unë jam Samantha Stërmila. Udhëtimi me natyrën më bëri të kuptoj se sa bukuri përallore kemi dhe kjo na ndihmon që ne të kujdesemi dhe të ruajmë për brezat që vijnë pas. Përshëndetje, unë jam Alicia Kaba. Është shumë e rëndësishme që ta mbrojmë mjedisin tonë. Në të ka shumë bime medicinale si çaji që na shërbejnë për shëndetin tonë. Unë jam Ender Zebri, vi nga Dibra dhe sot ishte hera e parë që po gjitesha në malin e Barabit, në Radomir. Pëlqeu shumë, kemi ardhur në një organizat për mbrojtjen e mjedisit dhe duke i përsipër në malin e Barabit, pëlqeu shumë mesazhi. Ju lutem që duhet që ju të mbroni mjedisin sepse nga ju varet gjithçka. Unë jam Kja Reçi dhe sot ishim pjesë e projektit Wild Dibra, duke kërkuar përkafsh në ambientet e Korabit. Më shumë fokusuam tek reçepulli, sepse ajo është një kafshë në shtupje dhe në kërkimin e saj u munduam shumë. Tani ju ftoj që të mbroni sa më shumë reçepullin, pasi është një specie në shtupje dhe ne kemi shumë nevojë që ajo të jetë në mbrojtje.